Nuk duhet të komunikoj, më lërë të qetë. Ramir, të zurinata, o me brek të gjata, me nadën me flok të gjata, je i vogëlo. Kozmos Tours, Ramir, Kozmos Tours. Ecim, shkëlqyshëm. Më lërë të qetë, më lërë të qetë. E tregoj gjithmonë rastin e mamit tim, sepse vërtet ka shpëtu sepse i kushtova shumë vëmendje çështjes, nga që edhe abuzohet i çik me këtë smundje, domethënë ilaçet, sistemi cop-cop, vujtje e madhe ai onkologjiku është një. Kimioterapit kanë diçka për shembull që ka një moment që ti ndihesh shumë mirë, pacienti që është diagnostikuar, ti ndihesh mirë, fillojnë ulen gjithë këto parametrat që janë dhe ato testet që bëhen për të identifikuar tumoret, fillojnë ulen, edhe pastaj vetëm kur ka një shpërthim që të ul direkt. Prandaj them smundje gënjeshtare. Absolutisht. Absolutisht. Por prap them, është e rëndësishme me luftu. Ajo, me thënë drejtën, luftoj shumë, po. S'kishe qa me i bë. E jo, mami mu lëshu dhe unë e ka majt me dhunë. Do më thënë, një vit që zjati kalvari i gjithë tyre gjërave, do më thënë, kemiove, radioterapirave, mjekimi, ndërhyrja, HIV-rit, ku dion. Kjo periudha që është periudhë depresive, kur bie flokët, kur fillon dhe mbyllesh edhe... Këto që bëri mami im nuk i jepnin këto efektet, po që... Kjo e gjirit e di që i rrezon flokët, po. Po Edhe ajo është përjetim vetes. Absolutisht. Ajo ishte pjesa më e tmerrshme dhe hajde ta ngrije si thua, edhe ti thosh. Po dobësohen shumë, nuk kanë ushqim. Nuk di, domethënë, nuk di, është një gjë e tmerrshme, është tmerr. Por fati e desh, ajo e hodhi, kurse babi më rëshkiti, sepse kishte diabetin dhe diabeti është smundje edhe më e poshtër se... Po, e kam pasur në shtëpi, e di. Se ka raste që ti bën hipoglicemi, që ti po nuk fute pa tjetër një lëng ose një gjë të ëmbël, ti mund të bësh dhe koma diabetike, ke dhe rastet. Po, ka qenë drama po komedi? Ajo ka qenë, jo, si... Ka pas dhe ca skena kështu komike. Okej, po nuk ka qenë, si thush, që me qesh nga fillimi deri në fund. Jo. Ke pa dram. Kam parasysh për këtë shfaqje flet. Hapeshin, lëviznin disa si vetrata. A shumë ndrohesh e skena, domethënë. E kuptoj. Po nuk më vjen. E kam parasysh, nuk po më vjen titulli asaj shfaqjes. E ka diçka, po nuk... E di se çfarë thua, tash po s'po vjen titulli i asaj shfaqjes. Ajo ka qenë e fundit që kam parë. Po, edhe Olta ka qenë si thosh roli kryesor. Po, kryesori ka qenë. Mos duhet t'i ashun e një? Po ja vëm se duhet t'i djegim, jo ato se ato i kanë bërë kështu me shenja. Edhe këto i kanë bërë pallat. Edhe pas kam pikturuar. Ha? Edhe pas kam pikturuar. Po si jo, po këtu është... ka kreativitet. Këtë se kuptova se kishin hodha aty dhe tash po kuptoj që është edhe fakt e lagur. Kush? Ajo. Kjo gjëja. Rogica? Jo, e ka ves, është ves. Mirë, shumë interesante. Po më thuaj pak të tjerët ç'duken. Këtu në shtëpi, po. Në ferm. Nuk e di, nuk dal dot në një konkluzion. Se normalisht unë qasin dhe kam të mirë.
Nuk është se, më thënë, kur hy, ose kur jam në një ambient që si njoh njerëzit, unë gjithmonë qasjen time e kam të mirë, nuk është se hy me tendenca ose... E kuptoj. Po ato pas... Edhe atë prez dhe mbrapsh normalisht, po jo Normalisht. gjithmonë e marrim mbrapsh. Asnjëherë, jo gjithmonë Edhe pas. s'do kishte sens asjeta ashtu që t'ishim mirë me të gjithë. Absolutisht. Se nuk ka kuptim. Absolutisht. Asnjëherë s'ka shans të duan të gjithë. Normalisht unë erdha një javë më mbrapa, ju paka shumë kishit krijuar ato tuajat. Nuk është se kam gjetur vetën. Vërtet si she bë kurioze atë një javë me Po, kam parë, po... jo për të... Jo, se unë jam gjithmonë me parimin që më mirë t'i njohësh vetë njerëzit, se sa të marrë një impakt, edhe pastaj ai impakti të më mos hysh me pritshmëri, se pastaj s'të dalin ashtu siç mendon ti. Po, jo, unë nuk koj për aq aktivitete sa mund të ketë. Mirë. Zgjedhja është. Po. Zgjedhja është. Po kam punuar gjithmonë, edhe kur kam qenë studente, kam punuar, jam munduar gjithmonë që t'i nxjerr të ardhurat e mia. Kam gjetur punë ndryshme, marketing, promocion. Ke qenë aktivitet, ke qenë full. Po. Le për shembull gjëra për gjys para se me hy këtu, flas nga krahu i modelingut, se punën e kuptoj që do kthehesh, aty është. Po, puna normalisht merren ato drejtat, këto sipas bazës ligjore, merr atë lejen siç e përcakton ligji, po që po për modelingun ke le diçka pa... E kisha një aktivitet me datë 11 tani, po që nuk është sa... Ja, siç të ka ngelur ty. Sa kam lënë unë. E kisha një aktivitet, domethënë, që ishte sfilat shumë e mirë, që kam qenë prezente edhe 2 vite të tjera, po që... Të pyes nga që më the, jam freelance, në kuptimin... Po, gjithmonë vetë në kuptimin e ke gjithçka... Kam kontaktet e mia. E ke gjithçka dorë ti punon kur do, kur s'do s'punon, domethënë e ke zgjedhja jote. Qartë, po. Mirë, po siç e ka këtë të mirë, ka dhe të keqen që nuk duhet me thonë shpesh jo, prandaj në këtë sens e kisha domethënë që Po. nuk është se kur të dalësh do ndërpritet gjëja, i ke lidhjet, kontaktet, gjëra. Se janë gjitha ato vite në mes. Absolutisht. Absolutisht edhe është... Kur e them njëherë 20 vjet, as vetë nuk më besohet. Se janë shumë vite faktikisht. Çfarë do të them unë? Kur them 30 vjet? Mirë. Kur them 30 vjet dhe më duket në çdo shfaqje kur dal, më duket sikur dal për herë të parë. Po. Kam qenë disa herë në teatr edhe ka shumë emocion, është komplet tjetër gjë. E ndjek. Nuk po them që jam me rregull, po kam qenë disa herë dhe më ka dhënë shumë emocion. Mua më ke parë në një shfaqje? Të gënjej, po kam përshtypjen se jo. Nuk ma merr mendja, mos të gënjej kohë, domethënë. Çfarë ke parë në një shfaqje teatri? Nga këto që mban mend tash në fund. Duhet kam qenë për herë të fundit nga 2021-shi. 2021-shi. Kam qenë dhe një tek teatri, tek ai që është rrugës për te liçeni. Ke Turbina. Po, kam qenë te Turbina. Çfarë shfaqje ke patur, mamen? Po me këtë Oltën ka qenë, po nuk më kujtohet, me thënë drejtën. Po merresh me modelingun si... I kam balancuar normalisht. Si kategorizohesh ti? Hyn tek modelet profesioniste tashmë, mas gjithë kësaj karriere, si më thënë? Kuptohet, duke kaluar vitet, krahas angazhimeve të tjera, pastaj vjen një moment që ti merr pjesë dhe përzjedh në ato që ishe ti të arsyeshme dhe në varësi të sa mundësive ke. E kuptoj, po, do më thënë, të interesuarit ose agjensit që të thrasin, që të marrë, të konsiderojnë... Po, individualisht. Okej, po gjithsesi, kush të thret të konsideron profesionist, do më thënë? Po, pa tjetër që po. Për pasarelat jam kryesisht që identifikohem, po bëjmë edhe këto shërbime fotografike.
Se ato paralel shkojnë të dyja. Jashtë më shumë, sigurisht jashtë, se këtu çka ka këtu? Jo, në Shqipëri, po kam qenë edhe jashtë, kam qenë në Kim, në Amerikë kur e fitova një konkurs në 2006, kam përfaqësuar Shqipërinë në Amerikë, atëherë kam qenë 16 vjeç. Ai ka qenë në një kompeticion 2 javë kam qëndruar atje, pastaj jam kthyer, kam vazhduar këtu. Qa kanë qenë komplet, javë mode, stilistët që janë më të njohurit këtu, kam qenë prezente të gjitha. Po se ke menu për shembull që ta ndash, si thosh, përfundimisht, të bësh një shkputje në kuptimin Nga modelingu? Jo, nga kjo puna bazë që nxjerr jetën e përditshme dhe me ju përkushtu si thosh modelingu, po me idenë për me kërcy. Jo, e drejt, po i thon 20 vjet, normalisht kanë ikur edhe vitet, edhe mendoj që e kam bërë si cikël, nuk e se... E kuptoj. Ka një cikël, domethënë. Po patjetër që ka, se si që kam nisur në 16, sot ka vajzat tjera që do e nisin atë mosh. Deri në të 20 atë shumë mirë, po unë duke qenë se edhe parametrat këto i kam mbajtur, normalisht mund të punoj akoma, po... Ke edhe përvojën dhe eksperiencën? Nuk është se mosha 35-36 është që të punosh gjithkohës si modele, në sensin. Po, si ju sjellni si futbollistët që... Jo, po, patjetër që jemi si futbollistët, po që... Pra mendon që është një cikël që avash do normalisht sa të ke mundësi do vazhdoj, nuk është se i kam vënë një kufi, që kam thënë deri këtu shkoj unë edhe... Por duke i mbajtur të dyja, sepse nuk është... Po, patjetër se... Nuk ja vlen me pas plan A, si më thënë, e ke... Shkojnë paralel. Paralel shkojnë, se nuk më prish punë, domethënë. E përballon. Duke i njoftë, domethënë, se sa njëri, domethënë, i mirë ishte, ku di unë. Masi iku, dole në të konkluzionit që e përmena dhe aty që sikur më priti sa të mbaroja punë, të nxirja dhe premierën dhe pastaj hiku. Dhe edhe në këtë rast, flitej që ne do fillonim çik më herët këtë gjën. Okej. Edhe u shty një javë pak diçka e tillë, domethënë. Dhe unë e kam bërë zakon, hedh në Instagram, domethënë, ditën që ai ka hik, domethënë, i hedh një foto dhe ja lash porosi gocës, i thash, do bësh që do bësh për Instagramin, por mos haro, lutem, i thash, në 26 mars, se atëherë ka hik, rrafët pas. I thash, bab, duhet më postosh këtë foton e gjyshit, pa tjetër. Dhe si erdhi puna, kjo u shty për 27 dhe unë pata mundësi ta bëje vetë atë. Thush të isha në shtëpi për... Po, për ta kujtuar. Dhe prap them, domethënë ai nga atje lart ma dha këtë mundësi që mund mos ngelej peng që unë do isha këtu mrena kur ai do bënte, si thush, si është... Ta kuptoj shumë mirë. Si është, ose duam ne të lidhim gjërat kështu, po... Jo, se bën shumë sens. Mami e ka me 29, ka ndruar jetë, me 30 mars ka ditëlindjen. Edhe ne gjithmonë kujtojmë ditëlindjen, po. Shumë bukur që ka. Koincidencë e bukur shumë. Ma tregoj çik për punën. Po, jam marrë që nga 2006 me këto aktivitetet e modelingut, më thënë nuk bën 20 vjetë. Kryesisht në Shqipëri. Po nuk është kjo baza. Do më thënë këtë ke si thush primare? Po, baza është punë zyre, institucion, po që në administrat kam punuar që nga 2015. E di, ma the. Dy institucione i kam ndryshuar. Ma the, prenaj të them që
pozicionet ndryshme. Po, me kaj shumë aktivitet sa që nuk të ka ngel peng. Peng ndoshta vetëm ajo pjesa që mos t'ishte ngjitur në shtëpi, pa ai s'pranonte. Si të mos ishe ngjitur në shtëpi, se kuptoj. Që të kishim shkuar në urgjencë, filloi të kishte ca shqetësime, a më kupton? Kuptoj. Edhe vendoset të rinjët në shtëpi, mos shkonit në urgjencë. Po. Po, përderisa ju kanë thonë që edhe sikur në urgjencë të ishes... Pastaj ne sqaruam më mbrapa, po flas për momentin kur kemi qenë bashkë. Vetëm kjo. Qa e bo, jeta vazhdon, Ne. prindrit t'i zëvendëson asgjë në këtë botë. Më vjen keq se kanë qenë shumë të rinj për veten e tyre në rast parë, pastaj dhe për ne normalisht. Qa moshe... Po mami 59, Po, sa. babi 84. Sa. 2 vjet e 4 muaj e pak ditë nga njëri tjetri, domethënë. Me çuditë. Se di. Askush se parashikon dot. Jo, patjetër. Patjetër, jeta është luftë. Po të paktën e mbush me punë, me... Po. Unë vazhdoj jetoj të pa ajo shtëpi që kam qenë me prindrit, domethënë. vetëm. Po vetëm. Edhe shtëpim jo pak a shumë, po e kam lënë ashtu siç ka qenë, nuk është se... Se dikush tjetër mbas se koncepton dot, po unë ashtu e kam gjetur më komode. I kam lënë fotot të gjitha. Se i lëviz fare. Fare. Se më duket sikur i kam aty në për shtëpi. Po. Ta kuptoj. Se edhe unë kam të freskët, thash, edhe i matë. 4 vjet bëri 1 ditë para se tyja këtu. Ashtu, ë? Dhe diku që e bukura që kur ishte në spital para se me hik, Që shkon, për shumë mund të të shkoj 500, 400, që është merë. po nuk s'është problem sheqeri lartë. Problemi është kur të ullet Po, sheqeri. hipoglicemia që të thash. E di, sa episode kemi kaluar në ashuar. Me mamin, ë? Uf. Ma e piqik. Po, Po më vika vërtet keq. Edhe babit ka qenë dramë më vete pastaj, se me të kam qenë. Me mamin ka rastis periudhe e Covidit, dhe me thënë ka qenë 29 mars, 20 ditë kishte që, 2020. po, që ishim izoluar, po themi. Se ishte ai kulmi pandemisë. Edhe ka qenë shumë... Po me ty kanë qenë, motra ka qenë më vete. Po vinte atë kohë normalisht, po që në shtëpi kam qenë unë me të 2 prindrit. Pas ke pas të... Ndërsa me babin kam qenë vetëm unë. Pas ke pas të vështirë, pas e qenë vetëm. Do në kuptimin e Me babin kam jetesës. qenë vetëm unë dhe ai. Ne kemi qenë për t'iku me pushimet nesërmen edhe... Bëri arrest kardiak, po thanë kështu, arrest kardiak masiv, që dhe në urgjencë të ishe nuk... Kishe qa më i bo. Po, dhe me thënë, ishte përqindja shumë e ullët që të shpëtonte. Je mërzit? Pyetja është, mundohem kështu. E kaloj
Jo se pranoj faktin, po më duket sikur i kam akoma. Jo, të pyes sepse zakonisht të ngelen edhe kështu pengje, që ndoshta janë gjona që s'kan lidhje me ty, por që ti ke... Unë kam shumë Po, më pengje për kujtojnë shembull. episode dhe nga fëmijëria e kështu në një... Unë kam shumë pengje me timat për shembull. Domethënë më duket sikur e kam pas fajin në unë, si kam kushtuar vëmendje sa duhet, edhe është... Po, e tregova atë ditë. Jo, Që ke është... qenë në shfaqje, ë? Kam qenë shfaqje dhe punoja në Durrës. Dhe akoma sot e kësaj dite nuk mbarohen telefonatat e ti nga spitali, që ku je, apo vjen, a do vish, ja erdha, ja, sa të marrë. Na rrofshin punët. Unë këtë them për atë ditë, për babin që se dhe unë e kam pas që do lëvizja, verë ka qenë, për të dalë, si të thuash. Edhe këtë them, të pak të në fatë që nuk... që kam qenë aty me të, si gjithsesi,